Përshëndetje të dashur ndjekës të kanalit ton Monitor TV. Ja ku po ritakohemi me videon e radhës për të komentuar dhe analizuar ngjarjet më të fundit. Në fakt, dua të ndaloj tek një situatë që ka marrë një vëmendje shumë të madhe. Brikena nuk e uroi ditëlindjen e motrës së Mateos publikisht. Një ngjarje që unë e dija që do të jetë në qendër të vëmendjes, një ngjarje që unë në fakt dija që do të komentohej jashtëzakonisht shumë, do të kishte thashë theme lart edhe po çfarë po ndodh mes shiftit, si është marrëdhënia e tyre, si është situata e tyre, a ka lumturi mes tyre apo nuk ka lumturi. Fillimisht njëherë Brikena, po të analizojmë mirë para se të flasim, e kuptojmë dhe situatën. Brikena shumë bukur foli te gocat dhe gra. Tregoi që familja e saj nuk ka ardhur akoma në Shqipëri, familja e saj nuk është kthyer akoma nga Kosova, nuk i kanë zyrtarizuar gjërat. Marrëdhënien akoma e kanë të hapur me Mateon, kanë një lidhje dashurie si të gjitha çiftet që në fakt lidhen para se të martohen, por pa ardhur familja, akoma nuk ka asnjë gjë. Nga ana e familjes së Brikenës, me kontaktin, bisedën që ajo ka bërë me familjen, janë shumë të lumtur që Brikena ka përzgjedhur një marrëdhënie me Mateon. Gjithashtu, edhe Mateo është shumë i lumtur familjarisht që ka Brikenën në krah, dhe normalisht tani çifti ndjekën momentet e bukura, emocionet e bukura, e shijojnë dashurinë, e shijojnë pak lidhjen, Nuk do të thotë që Mateo dhe Brikena qëndrojnë bashk, dalin bashk, sepse ato pothuajse 24/7 janë bashk. Ndajnë momente bashk, marrin dhe kontrata bashk, bëjnë dhe reklama bashk, sepse kjo video që unë po e sill pranë jush, është e shkëputur pikërisht nga kontrata e fundit që ka marrë Mateo dhe Brikena, që po bëjnë reklamën bashk për një kompani në Shqipëri. Kjo nuk do të thotë që çifti, edhe pse qëndron bashk, duhet të ketë dhe këtë relacionin publik në marrëdhënien mes motrës së Mateos dhe Brikenës. Unë jam i bindur për këtë gjë, jam shumë i bindur, duke njohur dhe kulturën e Brikenës. Unë e di shumë bukur që Brikena ka uruar ditëlindjen e motrës së Mateos. I ka qëndruar pranë në një farforme, i ka dhuruar dashurinë, ashtu siç Brikena di ta bëj. Por nuk do ta quaja normale që duke mos patur asnjë gjë, Brikena të uronte kunatën e saj publikisht derisa nuk ka asnjë gjë. Brikena mund ta trajton, mund të afron, mund të ketë momente, por besoj që daljet publike në këto momente janë pak si të tepërta. Por përpos kësaj kam arritur të kuptoj që Brikena është edhe një karakter që nuk poston shumë në story. Për shembull, ajo as ngjarjen me Mateo nuk e postoi shumë në story, po të ishte dikush tjetër në këto klikime, në këtë shikueshmëri, do e kishte përdor për interesin e saj. Por Brikena e shoh që ka një lloj limiti, dhe marrëdhënien, lidhjen e dashurisë nuk e përdor për interesa, por thjesht e jeton dhe e shijon. Dhe unë mendoj që Brikena është jashtëzakonisht e lumtur me Mateon, konsideron një lloj respekti dhe ka respekt edhe për kesin dhe nga familja e Mateos, dhe mendoj që gjërat janë duke shkuar në formën më të mirë të mundshme dhe gjërat po shijohen shumë bukur. Nga informacionet që kam unë, çifti është jashtëzakonisht i lumtur, dhe këto thashë themet pse ja uroi ditëlindjen, pse si ja uroi, mua më duken të kota, më duken pa bazë. Unë mendoj që edhe ditëlindjet do të urohen, edhe të gjitha gjërat do shpërblen në momentin kur çifti vërtet do të zyrtarizojë marrëdhënien e tyre. Përkundrazi, është okej dhe është shumë normale që Brikena të mbajë këto qëndrime. Por nga informacionet që kam unë, familja e Mateos gëzon një respekt jashtëzakonshëm për Brikenën.